Po. Dhe duhet jesh kënaqur që e ke mbajtur premtimin përveç çështjes kombëtare edhe shëndetësore që ta ka kërkuar, e bë mjek edhe sot je tash sa vite dhe kontribon për pacientët tonë. Diçka në çdo moment të jetës i kam ata, nuk guxoj me gabu, e kam tytën e ftoftë këto, nuk guxoj me gabu në jetë. Nuk besoj se domethënë tani jetën i kam pas. Po. Edhe kur kam qenë drejtori klinikës, më pa thoni mjek aty pse pe cilëson klinikën si shtëpi tonën. Tash po para luftës krejt e këna post një pasuni një kërë po, që to se këna post. Që kjo është e jonja, që kjo është shtëpia jonë. Në përderi sa na nuk e qisëm shtetin para vetës, e qisëm pasunim para shtetit, kur shtet s'kena më bo. S'kena më bo. Dhe më thonë, na duhet me gjithë shka për shtetin, se shtetin se këna post 3.000 vjetë se këna post shtetin. Na duhet më qunë në tret nëhës me marë frymë. Me jadit qështë më thonë të mirat edhe me javdit atyne që kanë ra edhe brezave, jo prej unë, dhe më thonë, kjo është brezi ma i vonë që jem na që këna kontribu, po brez pas brezi, patriot, e përmbi patriot që thonë, edhe po momenti historik ka qenë ashtu, nështë internacionalizimi që është e Kosovës edhe gjitha këto, po, nështë unë jam mora kohën pak ma jashtë temës së mjekësisë. Jemi duke folë për një periudhë që se cili kemi kujtim edhe unë si 12 vjeqare dhe asaj kohë, mundem 2-3 orë nështë në një emision me të kalzu kujtimet e mija, asë një kujtim, asë një kontribut, nuk është maj vogël ose maj madhë se cili kemi qka me të regu dhe se cili... Po, është një kontribut, absolutisht që po.